e para është sigurimi i ujit të pijshëm 24 orë për të gjithë qytetarët e Ferizajt në vlerë prej 70 milion euro. Si projekti i tretë tepër i rëndësishëm për komunën e Ferizajt është ndërtimi i ngrohtorës së qytetit. Pra, lëvizja vetëvendosje ma ka besuar mu detyrën që të pri garës për të parin e komunës së Ferizajt dhe mbrëm zyrtarisht edhe në prani të kryeministrit Kosovës Albin Kurti kemi bërë edhe shpalosjen e plan programit tonë për mandatin 4 vjeçar për komunën e Ferizajt, programi i cili bazohet në 2 shtylla kryesore që ka të bëjë për një Ferizajt të jetueshëm dhe për një Ferizajt që zhvillohet. Ndërsa kemi edhe 3 projekte themelore të mëdha, të vlerave të mëdha, që e para është sigurimi i ujit të pijshëm 24 orë për të gjithë qytetarët e Ferizajt në vlerë prej 70 milion euro. Projekti i dytë është kyçja e re në autostradën Arbën Gjaferi së bashku me 2 unaza, unaza e jashtme dhe e mesme e qytetit në vlerë prej 20 milion euro. Dhe gjithashtu si projekti i tretë tepër i rëndësishëm për komunën e Ferizajt është ndërtimi i ngrohtorës së qytetit, ku gjithashtu ka vlerën prej 70 milion euro. Këto janë 3 projekte themelore të mëdha, të vlerave të mëdha, që ne i zotohemi se do t'i ndërtojmë dhe do t'i funksionalizojmë gjatë mandatit tonë të parë qeverisës. Dhe shumë projekte të tjera, sa i përket ndërtimit të qerdheve të reja, ne premtojmë ndërtimin e 10 qerdheve të reja, 3 në zonën urbane të qytetit dhe 7 në për fshatra ose grup fshatrash. Gjithashtu kemi edhe themelimin e ndërmarrjes së transportit publik në Ferizaj, për shkak se Ferizaj nuk ka një ndërmarrje transportit publik. Do të blejmë 24 autobus hibrid ose elektrik, në mënyrë që qarkullimi në zonën urbane edhe fshatrat për rreth të jetë më i shpejt dhe më i lirë për qytetarët tonë. Do të kemi një tek park dhe qendër studimore për studentët dhe nxënësit tonë, me salla leximi, me laboratore të ndryshme, me bibliotekë fizike dhe digjitale. Do të kemi edhe themelimin e ndërmarrjes publike kuzhina qytetit, zërimin e veprimtarisë së kompanive publike, pastërtia dhe ambienti.